çfarë do visja unë në takimin e parë me Vjerën? Këtë fundin e mrekullueshëm këtu, të gjatë dhe me pala, sa ajo duhet ta kuptoj që në ditën e parë që do ketë një nuse fine. Ky është një nga fundet më të bukura që kam pasur ndonjëherë, kështu që ajo bën mirë që ta pëlqej. Kështu duket fundi. Më e bukura është që ka xepa. Jo se do më duhen me Vjerën, po ti kemi. Me cilën ngjyrë do e kombinoja unë fundin? Normalisht me ngjyrën roz. Dukem si një ëmbëlsirë dhe të mos ketë çfarë të më shaj. Nuk dua të tregoj fare lëkurë, po pak shpatulla do t'i zbuloj. Çfarë mund t'i shtoj unë veshjes që Vjera ta kuptoj mirë finesën? Këto takat e bukura roz. Tani po që u bëra një zonjushe vërtet. Nuk e di për ju, po unë qofse do isha Vjera e vetes sime, do dashurohesha direkt. Si ju duket juve? Mendoj që do i pëlqente një çantë me ruaza dhe me qëndisje, apo jo? Dhe kjo është veshja totale. Tregoj edhe si duket nga mbrapa. Shpresoj shumë që Vjera ta pëlqej. Jo vetëm Vjera, po edhe ju. Unë për vete e dashuroj. Bëjmë pak takat dhe mënyrën si do ecim. Kjo ishte veshja për sot. Qihemi tek veshjet e radhës.